Pse duhet I lani gjithmonë rrobat e reja para se t'i vishni? Shumë njerëz, nga padurimi për t'i provuar menjëherë blerjet e reja, zgjedhin t'i veshin rrobat sapo I nxjerrin nga çanta e dyqanit, pa I larë më parë. Por, sipas ekspertëve të shëndetit dhe dermatologëve, ky është një zakon që mund të sjellë pasoja serioze për lëkurën dhe shëndetin të përgjithësi. Në pamje të parë, rrobat e reja duken të pastra, me aromë të mirë dhe pa ndonjë shenjë të dukshme pa pastërtie. Megjithatë, gjatë procesit të prodhimit, transportit dhe ekspozimit në dyqane, ato kalojnë nëpër shumë duar dhe ambiente të ndryshme, ku mund të grumbullojnë substanca të dëmshme. Kimikatet e përdorura në prodhim. Për të ruajtur ngjyrën, elasticitetin dhe formën, prodhuesit shpesh përdorin kimikate si formaldehidi, ngjyrues artificial apo substanca kundër mykut. Këto mund të mbeten në pëlhur edhe pasi rrobat janë gati për shitje. Sipas ekspertëve të shëndetit dhe dermatologëve, ky është një zakon që mund të sjellë pasoja serioze për lëkurën dhe shëndetin në përgjithësi. Në pamje të parë, rrobat e reja duken të pastra, me aromë të mirë dhe pa ndonjë shenjë të dukshme pa pastërtie. Megjithatë, gjatë procesit të prodhimit, transportit dhe ekspozimit në dyqane, ato kalojnë nëpër shumë duar dhe ambiente të ndryshme, ku mund të grumbullojnë substanca të dëmshme. Me skolet eksistës, për shembull, mund të përdoren substanca kundër molës apo mykut, të cilat janë të padukshme, por të dëmshme për lëkurën. Provat në dyqane. Nëse keni bler rroba në butik apo qendër tregtare, ekziston mundësia që ato të jenë provuar nga 10 persona para jush, edhe pse duken të pastra, kontaktet e shumta me lëkurë, parfum, deodorant apo djerës të njerëzve të tjerë e bëjnë larjen e tyre të domosdoshme për arsye higjienike. Si t'i lani për herë të parë? Ekspertët rekomandojnë që rrobat e reja të lahen me ujë të vakët dhe detergjent të butë para përdorimit të parë. Për veshje me ngjyra të forta, këshillohet të lahen veç mas për të shmangur ngjyrosjen e rrobave të tjera, ndërsa për veshjet që vishen afër trupit, si të mbrëmshmet apo pijameja, larja është absolutisht e domosdoshme. Kujdesi ndaj fëmijëve dhe personave me lëkurë të ndjeshme. Fëmijët janë më të ndjeshëm ndaj kimikateve që mbeten në tekstile, ndaj mjekët këshillojnë që çdo veshje e re për ta të lahet 2 herë para përdorimit. Edhe për të rriturit me dermatit, alergji apo probleme të tjera të lëkurës, ky hap është I rëndësishëm për të shmangur përkeqësimin e simptomave. Larja rrobave të reja nuk është vetëm një çështje higjiene, por një mënyrë për të mbrojtur lëkurën dhe shëndetin tuaj. Mund të duket si një detaj I parëndësishëm, por në të vërtetë është një hap I thjeshtë që parandalon shumë probleme të mundshme.